Diçka që shumë kush nuk ta tregon për biznesin online është se nuk do të kesh një biznes të suksesshëm vetëm se ti ke një aftësi. Pra, nuk mjafton që vetëm të dish të bësh punën mirë. Nëse nuk di të ndërtosh besim, nuk fiton klient. Dhe besimi nuk ndërtohet në heshtje, por në sy të publikut, me prezencë, me content, me qëndrueshmëri, me mënyrën si pozicionohesh çdo ditë në rrjet, jo thjesht si dikush që ofron shërbime të caktuara, por si dikush që zgjidh probleme specifike. Por ka dhe një pjesë që shumica e injorojnë. Puna online nuk është vetëm Instagram, është biznes, që do të thotë telefonata me klient, negocime çmimesh, ndjekje mesazhesh ose outreach, refuzime që ndodhen shpesh dhe përshtatje e vazhdueshme e ofertës. Do të thotë të mësosh nga çdo refuzim që merr dhe të mos ndalosh edhe pas disa tentativave jo të suksesshme, sepse klientët nuk vinë nga postimet e bukura, vinë nga kombinimi i aftësisë, marketingut personal, konsistencës dhe aktivitetit real të biznesit. Dhe kjo është pjesa që s'të shpjegon askush në fillim. Follow për më shumë.